Feja islame i qofshin falë të madhit Zot që e zbriti atë orientim dhe udhëzim të madh për njerëzin, po nga mjalti i saj marrin vetëm ato që besuan dhe e praktikojnë atë. Gjithmonë situata emergjente, situata të veçanta, po edhe në pore të jetës së ndryshme dhe kur nuk ka drama të mëdhaja, po ka individuale, gjithmonë muslimani dhe muslimania janë afër. Ka thonë, edhe e ka ndaj madhi Zot, shikoje tekstet islame që vetëm pak prej tyre të kishte praktiku njerëzimi, kishim shpëtu të gjithë. I pjesë jo e vogël bëjt kundërtën e kësaj. Ka thënë, irhamu men fil ardi, yarhamkum men fis sema. Tha, mëshirojni ato që janë tokë, ju mëshiroj ai që është në qell. Ka thënë miras tjetër profeti, inna Allah, apo wallahi fi aunil abd, ma kanë el abdu fi aunil akhi. Tha, do tjetë Zoti gjithësisë në ndihmën e robit, kur ai është në ndihmën e vllajit vet. El muslim ka thënë, muslimani, akhul muslim. Tha, muslimani është vllai muslimanit. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tha, nuk i bën pa drejtësi, as nuk e lën atë në ditë keqe. Muslimani, sot janë bo muslimant, ky është shoku im, është musliman i mirë, ky është shoku im, është musliman i mirë, ky është i grupit tim, është i mirë, gjithë tjerët janë çuna xhajesh, jo musliman. Kjo është me shkel mbi Kur'an. Kjo po na lën mbrapa shumë. Çdo njeri që thot la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah është vllai jon apo motra jon. Jo, po me që e kam shok këtë, ky është musliman më i mirë. Ai mund të jetë hiç gjë. Një tjetër që ti se ke afër, mund të jetë i devotshëm, mund të jetë i mirë, jepi agun që i takon, se ai mund të jetë më shumë afër Zotit. Gjithë janë vëllezër të mirë, më i miri është më i devotshëm. Thot Zoti është në ndihmën e robit, kur robi është në ndihmën e robit tjetër. Dhe i sqaroi Islami këto. Inna Allah tjetër, inna Allah fi hajetil abd ma kana al abdu fi hajeti akhi. Tha Zoti do të jetë në ndihmën e robit ti, ai sa robi është në ndihmën e vllajit vet apo të një njeriu në tokë.